Me 6 shkurt të vitit 2026, Kuvendi i Kryeqytetit e ka miratu buxhetin e komunës së Prishtinës për vitin 2026. Po atë ditë, buxheti është dërgu brenda afateve ligjore në Ministrinë e Administrimit Publik Lokal dhe në Ministrinë e Financave. Ky buxhet i miratuar i Kryeqytetit nuk është përfshirë në projekt ligjin për ndërmarrjet buxhetore të Republikës së Kosovës, i cili tashmë ndodhet në procedurë parlamentare. Pra, nuk e ka ndërgu për ndarjet buxhetore, kërkoj falje, të Republikës së Kosovës, i cili tashmë ndodhet në procedurë parlamentare. Këtë e kam bë pa asnjë arsyetim, pa asnjë bazë ligjore, dhe kjo nuk është negligjencë administrative, kjo është cënim i drejt për drejt i rendit kushtetues. Buxheti i komunës së Prishtinës është i vetmi dokument financiar që i jep kryeqytetit fuqinë për të ushtruar kompetencat e tij kushtetuese. Dhe çdo ndërhyrje apo përjashtim arbitrar është shkelje flagrante e autonomisë lokale dhe ligjeve për financat publike. Këto pasoja nuk janë vetëm teorike, janë reale dhe janë të menjëhershme. Pra, si rezultat, bllokohen shërbimet publike për qytetarët, ndalen projektet kapitale, paralizohet funksionimi institucional i kryeqytetit. Askush nuk ka të drejtë ta marrë peng kryeqytetin. Asnjë institucion nuk ka mandat të vendosë për kryeqytetin jashtë sistemit buxhetor të Republikës. Dhe për këtë arsye, ne menjëherë ju kemi drejtuar zyrtarisht edhe Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe kryetares dhe kryesisë të Kuvendit. Kemi kërkuar përfshirjen e menjëhershme dhe të plotë të buxhetit të miratuar në komunën e Prishtinës para votimit final të ligjit për buxhetin 2026. Po ashtu, ju kemi drejtuar edhe Ministrisë së Financave me kërkesë të qartë të paraqes me shkrim bazën ligjore të kësaj mospërfshirje, të korrigjoj menjëherë këtë shkelje dhe të jap përgjigje brenda afatit ligjor. Dhe nëse ligji për buxhetin 2026 miratohet duke injoruar buxhetin e miratuar të kryeqytetit, atëherë ky ligj do të dërgohet në gjykatën kushtetuese, si dhe do të kërkohet përgjegjësi nga secili autoritet i nivelit qendror, i cili duke keqpërdorur detyrën dhe autorizimet ligjore, synon edhe një herë ta sabotojë kryeqytetin. Ligji nuk është çështje vullneti, ligji është detyrim. Ne jemi të hapur për zgjidhje institucionale të menjëhershme, por nuk do të heshtim përballë një shkelje që dëmton drejt për drejt qytetarët e Prishtinës. Prishtina nuk është opcion ansor në buxhetin e Republikës. Prishtina është kryeqyteti, Prishtina nuk duhet të sabotohet dhe në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë këtë. Ju e dini që ne kemi qeverisje, ne kemi funksionale, më thonë ne kemi nënkryetare, drejtorët dhe jemi duke funksionuar dhe duke punuar në kryeqytet pa asnjë problem. Unë kam kërku publikisht nga gjitha partitë politike që të bashkohen, pra të bëjmë një koalicion të gjerë që t'i shtyjmë proceset përpara për kryeqytet, ashtu siç edhe e meritojnë qytetarët e kryeqytetit. Dhe kjo me siguri që do të bëhet shumë shpejt, po them që kryeqyteti punon në mënyrën më të mirë të mundun, i ka të gjithë drejtorët edhe nënkryetarët tash në vend dhe jemi duke vazhduar me punë si çdo herë.